Për shembull, ka fetva ndryshme dhe mendime ndryshme, pavarësisht se këtë mendim dhe këtë gjë e prek të dyja gjinit, domethënë marrja e insulinës. Ne po ndigjojmë dhe po me të madhe dhe po shikojmë që thuhet që marrja e insulinës për ato që kanë sëmundjen e sheqerit lejohet dhe nuk e prishin Ramazanin. Tamam, është një shumicë e dietarëve që e kanë leju dhe thot marrja e insulinës gjatë ditës së Ramazanit nuk e prish Ramazanin. Mirë po, duhet ta theksojmë diçka. Prandaj e kam këtu fjalën që gjithmonë këto mesele, këto çështje që kanë lidhje me mjekësinë, duhet i drejtohemi mjekut. Ne si teolog, si hoxhallar, themi që lejohet, mirë po, e theksoj duhet të shkoni te mjeku, konsultoni me mjekun. Kështu është dhe puna që është përhap shumë sot, domethënë marrja e insulinës gjatë ditës së Ramazanit. Fetvaja e shumicës së dietarëve, mendimi i shumicës dietarëve është që lejohet. Mirë po, duhet kemi kujdes, sepse ka mendimet atilla që janë mjek, që na kanë këshillu dhe na kanë tregu që ka raste që mund shkojë deri në fatalitet. Çka do thotë? Njeriu i cili ka sëmundjen e sheqerit dhe merr insulinë. Nëse atë insulinën, kjo është mendimi i mjekëve, nëse atë insulinën e merr gjatë ditës së Ramazanit, mund të shkojë deri në fatalitet, sepse sheqeri është me grada, ka lloj sheqeri, lloj tipi. Kështu që i këshilloj gjithë ato nana, gjithë ato motra që Zoti ka spravu me smundjen e sheqerit, thash jo vetëm femrat, por edhe meshkujt janë, domethënë, smur prej smundjes së sheqerit, i këshilloj që para se ta marrin këtë veprim, para se ta agjërojnë, unë jam e vetëdijshme që shumica e njerëzve dëshirën e madhe që kanë ta agjërojnë dhe bëjnë sakrifica ka më të ndryshme. Sakrifica duhet, po jo sakrificë që ta çosh vetin tënd në shkatrim.